në krejtë audienca, Miresha Pljaka, edhe që atë unë e kom një dëshirën për edhe unë më bu performer, me performu, po jo nashta se artiste, po si këngëtare. Qështot? Një ndjenë krenarie që po besoj të ka përcjell edhe për krejt jetën më pas, edhe pse ti ke qenë shumë e re kur babi ka vdek, pra ti ke qenë 17 vjeçare. E ke përjetu vështirë, rand? O kon vështirë, po për mu o kon vështirë ma shumë me pa familjen tam të vujtë. Se mungesën e maleni babës edhe o kon shok, se ajo s'mu pi kancerit dhe mas një vite që e ka marrë diagnozën, a i ka ndru jetë. Po e pash momentim të bo nanë edhe babë për mu edhe vlajnë që atëherë ka pas 9 vjetë. E shti për ta, ajo gjithmonë ka qenë grua shpis, ka bjekëshu shpien. Baba jam që o konë kryesor për punë ekonomik të shpia, nuk është mo. Gajlet ti kanë ra krejt nanës. E që nuk mu isha unë e 17 vjetë, mja hikë që ato gajle, mja zvoglu pakës, unë e nisha vetër shumë keq. O konë shumë periude ronë dhe prapë kure koptaj, kure i kujtaj këto sane emociona, po kjo është jeta. Jeta është sfida dhe du me qenë fort. Të paktën ju keni qëndru të bashkume dhe jeni mundu me ja lecu nanës, gjithë këtë barë që i ka ra pas ikjes ti. E ke mendu nëherë me ja dediku në i kongë, babit? Po, e kam... Apo ke shkruj diçka që nështë asë është publiku, po ti e ke... Faktikisht Kongën Light, që e kom shkru, është për gjyshën edhe babën tem. Gjyshën ka dhek gjatë Covidit, edhe gjysha o konë si nane dytë për mu, edhe që nuk kënë na mujtë më konë afer saj, pse o mbëllën, për mas me mujtë me oftu. Me lonë vetën që momentet të fundit, shumë shtirë. E që atë edhe sferime one me shkru Kongën Light, që ja këmë të dyku edhe gjyshës edhe babit. Për jetesën, kër e të ndikan shumë, e ta ljen amel, jetën, po atë prapë më ngane që se ki afer mërzia të kapë. Po të kuptoj plëtsesht. Atë vjem shtirë nëse unë teme e këndu këtë kongë pak, a e gjemë forcën, sepse e kuptoj që është nështë e vështirë dhe emocionalisht? There's always light at the end of the tunnel, but darkness is gone on for far too long. We lived a life with no care for tomorrow. One day you were here and the next you were gone. You took my last breath with your last steps. It feels so strange. I pray I hear your voice in my dreams tonight. Sani prekullushëm ke Faleminderit. shumë një zo jashtëzakonshëm që po besoj babi do të ishte shumë krenar me të pa tani. Mendon që je aty ku ai do të donte me të pa ty si këngëtare? Apo ki ambicje ma shumë, pra don me pa vetën diku akoma më lartë? Kom pa ambicje kom qenë gjithmonë, po besoj që kom mujtë me mri ma lartë industrinë e muzikës, po prapë nuk dorëzona. Më nga baba jam, se baba jam ka pas lidhje në aspektin kreative, a i kish bo gjithë shka për mu, për me mujtën e me mbri, po nuk e kam qatë bështetje. Tash e kam bështetjen e mamit, motrave, vlaun, burit, dhe unë prapë vazhdoj me qata, edhe shala është në burën ku do që është. Që ti e fort vetë edhe jadel, ashtu si që ke ardhë deri këtu, me bekimin e ti, edhe duke të pa a i prej kudo që është, dhe tjetë forca jote edhe motivet ma i madhë. E përmendi industrinë e muzikës, duke qenë tash offer, tu e pa prej offer, prej brenda, po teme, qësh po funksionon? A ka diçka që të ka befasu edhe që të ka surprizu në mënyrën që qësh funksionon? Qoftë edhe këtu në Kosovë? Në këtë mosh, ma pa kom
sane që më bojnë surprise. Okej. Kur jam ka ma e re, po 15 vjetë pa ta njës me ingjezu kong, me qit, me bashkëpunu me record labels, po industria e muzikës është e vështirë. Po prapë nëse e ki pasionin, duesh për të mirë me vazhdu, për qëllimin që e kite, edhe me lodho sana anash. Unë kom përjetu edhe sa në këmjena për muzikës, industria muzikës, edhe sa në këqia anën e keqë gjykime. Të vetja që njëz nuk të njojnë, kush je, a qka këtë përbalu, a përjetu në këtë jetë. Jam gjyku shumë për pesh, që kam. Nuk kom qenë gjithmonë këtë pesh, po kom kalu do sfida njetë dhe para disa vite ka fillu pesha. Edhe... Këto paragjykime dhe ky bullizim për peshen, ka arë prej njerëzve që janë pjesë e industrisë, apo njerëzve të panjohur me vrerë që shkruajnë për rrjetet sociale? Djetë, se një anë nuk dojnë me bashkëpunu me ty, ata që janë në industrisë, se nuk menojnë që mund është me mri dishka. E dyta dhe për njerëz dhe tjesh për shikus, lojnë komente, po it's okay. Aden, ata e të regojnë vetën, one e të regoj vetën, edhe one e kam qatë forcë me përbalu që ato sane, po do njerëz, unfortunately, nuk e kanë, edhe e shkaktojnë dam që ati personit. Dhe duket sikur sfidat ju vinë njerëzve ma të fort, njerëzve që e din që munden me i përbalu, dhe ti e një vajzë shumë e bukur për pozonit mrekullueshëm që e ki. Edhe kjo çështja e peshës, edhe pse përmende edhe vetë, pra ka ardhë si një shkak i disa sfidave që ti ke kalu. Na ke tregu se ke pas disa periuda jo fort të mira me vetën. Në për qa ke kalu? Qka mundesh, qka do që ti mendon? Tash nuk është të di se tash në këtë kohë gjithkosh e kam su këtë fjallë edhe din qka është, për para nuk e kanë ditë edhe për para s'kam pas shumë informata, po kom kalu një kodër pësjan dhe angth. Ajo konë shumë e fështirë për mu, se nuk e nifsha vetë vetën mu, ajo e mira që ke nuk ish mu, edhe nuk disha ku kom hup, ku e kom hup rrugën, e ku me gjithë rrugën. Që ato momente, edhe pse ki njerëz që dojnë afer, a prapë një është vetë. Se kur kush nuk ta mbajnë mërzin që te mban vetë. Po, kjo është një sfid që më ka ardhë për ndryshimet edhe shok jetës që baba i vdeq. Tani është ndjenja që sa let po mu që me hup prindin, sa let po mu që me hup dikon që e danë, që atë është njësit nuk është. Edhe që janë ndryshime i jetës për mu ke shumë fështirë me përbalu. Qysh mund një përsa më konë që atë shdo ditë dhe nesrit mus me konë. Prap, jam e fort, edhe vazhdoj. Mërë pak uj, jo, nuk du me të pa të qajtë, të lutem, je shumë e bukur edhe na prishet grimi, kështu shumë. Mës ta prishim grimin që e kemi bo me shumë dashuri për emisionin. Po më duket një farë qëtësie shpirtërore, pavarësisht gjithësime sfidave që i ke kalu, e ke gjetë pikërisht në Kosovë. Kjo është arsyeja që ti e këthy këto. Kur ke momenti që ty të boni diçka klekë dhe the, okej, unë duh na me shku në Kosovë, duhet mu këthy atje. Unë kur vendosa me ndru stilin për muzikës anglisht dhe muzikë shqip, e disha tashune e pregadita pak vetën që koma ardhë në Kosovë, herë do koma bo koha. Po, fati jam ishtë qenë me taku burin tam. Edhe aj ka qenë arsia pse ka ardhë koha që shpejt më ardhën në Kosovë. Unë e disha që ndërko vi, se muzikën jam të e bo për shqiptar, edhe du mu kyqen industrinë e muzikës në Kosovë. Po ta koha fatin ime dhe erdha dashnia, që ka të bën dashnia. Pra, të morin Kosovë ma herët se sa që ti e kështë planifiku. Ajo është nga bota e muzikës, apo krejt fush tjetër që... Aj kamerman edhe regjisor, televizor.
Po, edhe është shok i ngushtë një producentit, njoftë në Kosovë, po se flas. Ai ka qenë në studio të njëtën, kështu që ai kupton botën tem. Ka pa muzikantat ma të njoftën në Kosovë dhe Shqipni në studio që bojnë këngë të krejt edhe ai ma kupton edhe pasionin tam që unë kam për muzikë. Okej, pra ai pas ka me qenë një prej motivusve dhe për krasve tu ma të ndaj. Okej, di që 4 këngë tuat veç janë publikua, po? Edhe një kam bet pa. Tregom, qysh janë reagimet e njerëzve të rishë tash? Sa jeti e përmbushon, sa po të pëlqen të i po, të i dëgju këngët edhe a ke nëj plan për vazhdimin në qëfar zhondri ma ti, për qëfar stili don me vazhdu, apo do eksperimentash pak? Unë jam shumë për me eksperimentu. Nuk du më qitë mu me një fushë me thonë e mira është vishë që kjo. Rich aty. Po, unë e kam qef me përvu gjithë shka. Kreative është reagimi e mirë dhe tash. Stilin e kam pak Afrofusion, piano, e kom përzine. Edhe pse e kom marrë inspirimim që jam rritë në Londër me kultura ndryshme, edhe pak në Kosovë që përshkon trendi. Kështu që po vazhdoj shtot, albumi thirët Hajgare G. Pse këtë titull? Unë e gjithë kom shkru këngë shumë vajtuse. Edhe, po, në jetë normale, unë kam qef shumë e bu Hajgare. Dhe shumë kam qef mishtini njëzme. I am funny. Më zhjen ke pa modesti, tuje. Edhe, e kom marrë një godzim me qëto teksta që i kom shkru për qëto këngë që i kom qitë. Edhe që atë më lindi ideja Hajgare G. G e bjen shkort për gangster anglisht. Hajgare G, Shqip, e përziva që unë jam gangsteri e Hajgareve. Edhe që atë e kom bjedh. Shumë kreative. A ki nëj zosh shqiptar që ty të ka frimzu gjithë, që të pëlqenë, gjatë që të kohës për pos zhanreve tjera dhe muzikave të tjera të huja që i ke dëgju gjithmonë e ke pas një prej këngëtarve favorit shqiptar? Tash të ndaj popullore, të dyja, cilën dushti? të dhe një tishe se nënën e kom Gjakovare. Gjakovarja, gudzër të ju. Edhe në modern music, kisha thonë, është shumë ofër me Dafinën edhe me Elvana Gjatën. Ato dyja për mua, që e më falë edhe Tajnën. Edhe Tajnën, okej, bukur. Nuk mu imi do asë njënën, se cila kanë aftësit e veta, ashtu që... Të mira, gjithë që i përmende, të mira edhe Dzenin, pa diskutim se bëja e gara edhe orë, po. Mira, falimderit shumë që erdhe, u knaqja shumë, po shpresoj që herës tjetër kur të shihemi, kemi me ndërtu një band sa do të vogël, po me kënduma gjatë edhe me ta dëgju zonin ka është bukur që e ki. Falimderit shumë. Shumë knaci. Për fond e kemi Arbrin a i kongë Dzenit diçka? Jo, jo këtë herë. Takuemi nesër, po ju lë me Arbrin me një kongë